Sot do t'u njoh me tre barishte të egra të cilat gjenden kudo, por shumë pak veta i din vlerat e tyre mjekësore. Po filloj me hithrën. Gjethet e hitrës përmbajnë karbonat acid të amonit, tanin, acid formik, glukokimina, fitoncide, klorofil, karotina, vitamin B2, A, C dhe K, acid pantotenik, kripra të potasit, silicium e tjerë. Bari përdoret për ndalimin e hemoragjisë, kundër anemisë, si ndihmëse në sëmundjen e sheqerit, si nxitse të urinimit, si mjet që nxit formimin dhe sekretimin e qumshtit e tjerë. Këshillohet si mjet diuretik i lehtë në endema, në pezmatime të rrugëve të urinës dhe në reumatizëm. Vepron si mjet ndihmës edhe në sëmundje të mëlçisë dhe të tëmthit. Njihet si bime pasur me shumë vitamina, prandaj këshillohet në formë çaji kur organizmi ka nevojë për vitamina. Hithrat e reja mund të përdoren si perime për të fuqizuar dhe harmonizuar punën e zorrëve, si dhe kundër anemisë. Hithrat e freskëta të rritura përdoren në reumatizëm si mjet që nxit qarkullimin e gjakut në lëkurë, pra veprimi djegës dhe kruajtës. Bari përdoret edhe nga jashtë për të nxitur rritjen e flokëve, kundër zbokthit, për mjekimin e ekzemës e tjerë. Kujdes, vetit djegëse i atribuohen një përbërës i pa azot, i pa vullnetshëm dhe me natyrë rrëshinore, i cili shkakton djegje dhe kruarje edhe kur ndodhet në sasi shumë të vogla. Bari i tharë, si dhe ekstraktet e fituara nga bima e njohur, por me ngrohje, nuk kanë veti djegëse. Këtë veti i ruajnë ekstraktet alkoolike që fitohen nga bima e freskët. Hithra shfrytëzohet për nxjerrjen e klorofilit, prej të cilit përgatitet fitoli, që është lëndë e parë për sintezën e vitaminave E dhe K. Përgatitja dhe përdorimi. Një lugë supe me bar të grimcuar zhytet në një gotë me ujë, zihet 5 minuta, pastaj çaji kullohet dhe pihet. Merren 1 deri në 3 doza të tilla në ditë, të mbelësuara sipas dëshirës me mjalt ose sheqer. Në vende të thata, bari ruan veprimin për 18 muaj. Gjembji i gomarit. Bari përbëhet prej farave të thara të gjembgomarit. Farat përmbajnë një substancë të hidhur esencë flavone dhe amina biogjene, si tiramin, histamin, silibin e tjerë, që kanë veti të rrisin sasinë e tëmthit, istina dhe esenca, të përmirësojnë punën e mëlçisë, të ulin temperaturën e lartë, të dobësojnë veprimin e simpatikut. Përdoren si koleretike, kolagoge dhe sedative në sëmundjen e të vertit, në sëmundje të mëlçisë, në fshikësës së tëmthit, në gurët e tëmthit që shkaktojnë dhimbje, si dhe në pezmatime të mëlçisë dhe në cirrozë. Nga jashtë, bari përdoret për mjekimin e majasellit, në ngërçet e venave dhe e tjerë. Përgatitja dhe përdorimi. Bari mund të përdoret në formë pluhuri, duke marrë 4-5 herë në ditë nga një lugë çaji me fara të pluhurosura. Bari përdoret edhe në formë çaji që përgatitet kështu. Një lugë çaji me fryte të coptuara hidhen në një enë ku përvelohen me gjysmë gote me ujë që zihen. Ena mbulohet me kapak dhe lihet në qetësi 15 minuta. Lënë kukullohet dhe pihet. Merren 2-3 doza të tilla në ditë. Çikoria. Bari përdoret prej gjeteve dhe rrënjave të çikores, të cilat mblidhen përkatësisht në pranverë dhe në vjesht. Çikoria është bimë barishtore shumë vjeçare deri në 1 metër e lartë, me gjete të bazës të vrigulluara dhe me gjete të sipërme vizake. Lulet i kanë ngjyrë blu të gjallë të renditura në kaptina që dalin nga sqetullat e gjeteve. Lulëzon në korrik deri në shtator. Gjethet dhe rrënjët e çikores përmbajnë mucilazhe, sheqerna, rrëshirë, tanin, inulin, një glukozid me shije të hidhur të quajtur çikorin. Në saj të këtyre lëndëve që përmbajnë, bari përdoret në mjete që gjallërojnë organizmin, duke përtërir forcat që nxitin tretjen dhe urinimin, duke përmirësuar nganjëherë ekzemën, zbrazjen e fshikësës së tëmthit dhe të dalët jashtë pa acaruar aparatin tretës. Përgatitja dhe përdorimi. Zihen një lugë gjelle me rrënjë ose me gjethe të grimcuara në një xhezve të madhe me ujë dhe çaji kullohet. Pihen 2 deri në 3 doza të tilla në ditë. Në enë të mbyllura mirë, bari ruan veprimin për 2 vjet.